Është finalizuar me sukses operacioni koduar Forest 1, një 33 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Shkodrës, i dyshuar për kultivim të lëndëve narkotike në fshatin Kir. 33 vjeçari akuzohet si bashkëpunëtor për kultivimin e 10.274 bimeve narkotike në fshatin Kir. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, bazuar në informacionet e siguruara për vendodhjen e një shtetasi në kërkim, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Forest 1. Gjatë operacionit u kap dhe u vu në pranga shtetasi MSH 33 vjeç banues në fshatin Bardhej. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike, kryer në bashkëpunim. 33 vjeçari dyshohet se ka bashkëpunuar me shtetas të tjerë për kultivimin e 10.274 bimeve narkotike kanabis, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë me datë 10/8/2023. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.